Rrugët, sheshet dhe lokalet në Shkodër janë të mbushura me turistë nga vende ndryshme të botës, të cilët janë bërë pjesë atmosferës së qytetit. Vizitorët vlerësojnë mbi të gjitha mikpritjen karakteristikë shkodrane, gatimet tradicionale dhe pasojat natyrore që ofron rajoni nga Thethi dhe Lumishales, te liçeni i Shkodrës, Buna dhe Velipoja. England. Jemi nga Anglia, kërkonim një aventurë, një vend ndryshe ku të zhyteshim vërtet në kulturën vendase, është ende një destinacion jo shumë i zbuluar për turizmin dhe mendoj se është mirë të vish tani, sa e nderuan kulturën dhe autenticitetin e saj. Na pëlqen shumë, është absolutisht fantastike, ka pafund gjëra për të bërë, arkitektura është e bukur. Kjo është dita jonë e dytë në Shkodër, ajo që na pëlqen më shumë janë njerëzit, janë shumë të sjellshëm dhe miqësor, po bëjmë një udhëtim me makinë dhe Shkodra është ndalesa jonë e parë. 100% do ta rekomandonim, Shqipëria është një vend i bukur. Vim nga Gjermania dhe është hera parë që jemi këtu, është shumë bukur, ka shumë restorante dhe dyqane, është fantastike, nesër do shkojmë në veri. Jemi nga Hamburgu i Gjermanisë dhe është hera parë në Shqipëri. Vendosëm të vinim krejt spontanisht, na pëlqen shumë ky vend, kjo pjesë është plot me njerëz dhe ka atmosferë shumë të mirë, po absolutisht. Jemi nga Amerika, na pëlqen shumë, ushqimi shumë i mirë dhe njerëzit janë të mrekullueshëm, jemi ndjerë shumë të mirëpritur. Interesi në rritje pasqyrohet dhe në statistika, sipas të dhënave, Shkodra ka regjistruar në rritjen më të madhe të normës së permetimeve në tregun e akomodimit afatshkurtër, ndërsa Bashkia e Shkodrës raporton një rritje për 25% të numrit të vizitorëve krahasuar me vitin 2025.